Deri në minutën e fundit besova se ishim vëllezër, thot një ish antar i ngushtë i rrethit të brendshëm të Partisë Demokratike, duart ende duke i rënë në këmbë kur flet për atë që pa në dhjetor të vitit 1991. Çfarë e detyroi këtë njeri që të thyej heshtjen pas më shumë se 30 vjetësh? Çfarë dinte ai që ne nuk e dim? Në këtë mbrëmje, 3 ish bashkëpunëtor të Gramos Pashkos dhe Sali Berishës flasin për herë të parë para kamerave për sekretet që i kanë mbajtur dekada të tëra. Ata ishin dëshmitar të bisedave private, të takimeve të fshehta në Londër, të momentit kur misia u shndërrua në armiqësi të përhershme. Ata dëgjuan fjalët që Berisha i tha Pashkos në atë dhomë hoteli në Londër, fjalë që asnjëherë nuk u bën publike. Ata pan dokumentet që u shkatëruan menjëherë pas ndarjes. Dhe sot, për herë të parë, ata do të tregojnë të vërtetën e plotë për tradhtinë më të madhe në historinë e demokracisë shqiptare. Në dhjetor të vitit 1989, kur regjimi komunist po shembej cop, 2 burra u takuan në një apartament të vogël në Tiranë. Njëri ishte kardiolog, tjetri ekonomist. Asnjëri nuk kishte përvojë politike. Por të dy kishin diçka që regjimi i friksoi më shumë se çdo armë, guximin për të folur hapur. Sali Berisha dhe Gramos Pashko nuk ishin thjesht kolegë. Ata ishin miq të ngushtë, bashkëpunëtorë që ndanin të njëjtën vizion për Shqipërinë e lirë. Në ato ditë të para, kur Partia Demokratike po lindte në dhomën e Pashkos, ata bën një betim: asnjëherë nuk do të lejojnë që pushteti t'i ndajë. Por brenda vetëm 3 vjetësh, ky betim do të thyej në mënyrën më dramatike të mundshme. Çfarë ndodhi midis dhjetorit të vitit 1989 dhe marsit të vitit 1992? Si u shndërrua miqësia më e fortë e politikës shqiptare në armiqësinë më të ashpër? Dhe më e rëndësishmja, kush po tregonte të vërtetën? Dokumentet e sigurimit të shtetit që u zbuluan vite më vonë tregojnë një histori shumë më të ndërlikuar se ajo që ne e dim. Ato flasin për takime sekrete, për presione nga jashtë, për plane që u hartuan në errësirë. Por edhe këto dokumente nuk tregojnë gjithçka. Sepse disa dosje u shkatëruan. Disa dëshmitar asnjëherë nuk folën. Dhe disa sekrete u varrosën bashkë me ata që i dinin. Në janar të vitit 1990, kur Partia Demokratike organizoi mitingun e parë të madh, Berisha dhe Pashko qëndruan krah për krah në balkon. Turma po shërbërtiste emrat e tyre me të njëjtën pasion. Por në atë moment, pak njerëz e dinin se tashmë kishte filluar të çahej diçka midis tyre. Një mosmarrëveshje e vogël për strategjinë e partisë. Një debat për atë se si të negocojë me komunistët. Një tension i lehtë që askush nuk e mori seriozisht. Por ky tension i vogël do të rritej. Do të thellohej. Dhe në fund do të shpërthente në mënyrën më shkatëruese të mundshme. Ish antarët e kryesisë së Partisë Demokratike mbajnë mend atë periudhë me dhimbje. Ishte si të shije 2 vëllezër duke u larguar ngadalë nga njëri tjetri, thot njëri prej tyre. Në fillim ishin mosmarrëveshje të vogla. Pastaj bën debate më të ashpra. Dhe në fund nuk po flisnin fare. Por çfarë shkaktoi këtë largim? A ishte thjesht një konflikt ideologjik? Apo kishte diçka më të thellë, më personale, më të errët? Dokumentet që do t'i shihni sot sugjerojnë një të vërtetë shumë më komplekse. Një të vërtetë që përfshin jo vetëm Berishën dhe Pashkon, por edhe forcat e huaja, shërbimet sekrete dhe interesat që asnjëherë nuk u bën publike. Në shkurt të vitit 1991, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet e para të lira. Por fitoria nuk ishte e plotë. Komunistët ende kontrollonin parlamentin. Dhe Berisha, si kryetari i partisë, duhej të vendoste, të bashkëpunonte me ta apo të refuzonte çdo kompromis. Pashko kishte një vizion të qartë, asnjë kompromis me të kaluarën. Por Berisha po mendonte ndryshe. Ai po shihte mundësi që Pashko nuk i shihte. Ai po bënte llogaritje që Pashko nuk i kuptonte. Dhe ai po fliste me njerëz që Pashko nuk i besonte. Në maj të vitit 1991, Berisha dhe Pashko udhëtuan së bashku në Londër. Zyrtarisht, ata shkuan për të takuar politikan britanik dhe për të kërkuar mbështetje për Shqipërinë. Por në realitet, diçka shumë më e rëndësishme po ndodhte në ato dhoma hotelesh. Biseda që asnjëherë nuk u regjistruan. Debate që asnjëherë nuk u bën publike. Dhe një moment kur Berisha i tha Pashkos diçka që e ndryshoi gjithçka.
Dëshmitarët që ishin atje mbajnë mend tensionin. Ata mbajnë mend zërat e ngritur. Dhe ata mbajnë mend shprehjen në fytyrën e Pashkos kur kuptoi se miku i tij po bëhej diçka tjetër. Por çfarë i tha saktësisht Berisha Pashkos në atë dhomë hoteli? Çfarë plani po diskutohej që Pashko e konsideroi tradhti? Dhe pse ky plan duhej të mbahej sekret nga anëtarët e tjerë të partisë? Dokumentet e desekretizuara nga arkivat britanike tregojnë se në atë periudhë Berisha kishte takime private me zyrtar të lartë perëndimor. Takime ku Pashko nuk ishte i ftuar. Takime ku diskutoheshin strategji që Pashko nuk i dinte. Dhe takime ku Berisha po merrte këshilla që do ta largonin gjithnjë e më shumë nga idealet e para të Partisë Demokratike. Kur u kthyen në Tiranë, diçka kishte ndryshuar përfundimisht. Pashko filloi të fliste hapur kundër disa vendimeve të Berishës. Ai akuzoi atë për kompromise të papranueshme me ish komunistët. Ai kërkoi transparencë në negociatat me partitë e tjera. Por Berisha nuk donte të dëgjonte. Ai e konsideroi kritikën e Pashkos si tradhti. Ai filloi të izolonte Pashkon brenda partisë. Dhe ai filloi të planifikonte largimin e tij nga pozicionet kyçe. Anëtarët e kryesisë ishin të detyruar të zgjedhin anë. Disa mbështetën Berishën. Të tjerë mbështetën Pashkon. Por shumica heshnin të frikësuar nga ajo që po vinin. Në shtator të vitit 1991, Pashko u zgjodh zëvendës kryeministër në qeverinë e koalicionit. Ishte një pozicion i fuqishëm, por edhe një kurth. Sepse tani ai ishte përgjegjës për reformat ekonomike në një vend që po shkatërrohej nga kriza. Çdo vendim që merrte do të ishte i papopullor. Çdo reformë do të shkaktonte dhimbje. Dhe Berisha e dinte këtë. Ai e dinte se duke e vënë Pashkon në atë pozicion, po e vendoste në një situatë ku do të dështonte. Dhe kur Pashko do të dështonte, Berisha do të kishte arsyen perfekte për ta larguar përfundimisht. Por a e kuptoi Pashko këtë kurth? A e pa ai se po manipulohej? Apo ai besonte ende se mund ta shpëtonte miqsinë e tyre? Ish bashkëpunëtorët e Pashkos tregojnë se ai ishte i vetëdijshëm për rrezikun. Por ai besonte se duke bërë punën e tij me integritet, do të fitonte respektin e popullit dhe do të detyronte Berishën të ndryshonte qëndrim. Ishte një besim naiv. Sepse Berisha tashmë kishte vendosur. Pashko duhej të largohej. Dhe asgjë nuk do ta ndalonte atë. Në dhjetor të vitit 1991, kriza ekonomike arriti kulmin. Njerëzit po vdisnin nga uria. Fabrikat po mbylleshin. Dhe qeveria nuk kishte para për të paguar as pagat. Pashko propozoi një plan radikal, privatizim të shpejt, liberalizim të plot të ekonomisë dhe ndërprerje e subvencioneve shtetërore. Ishte një plan që ekonomistët perëndimor e mbështesnin. Por ishte një plan që do të shkaktonte vuajtje afatshkurtër për mijëra familje. Berisha e pa mundësinë. Ai filloi të kritikonte planin e Pashkos publikisht. Ai akuzoi atë për të qenë i paaftë dhe të shkëputur nga realiteti. Dhe ai filloi të organizonte kundërshtimin brenda partisë. Në janar të vitit 1992, tensioni arriti pikën e vlimit. Në një mbledhje të kryesisë së Partisë Demokratike, Berisha dhe Pashko patën një debat të ashpër. Fjalët u ngritën. Akuzat fluturuan. Dhe në një moment Berisha tha diçka që të gjithë në dhomë e dëgjuan qartë: nëse nuk je me ne, je kundër nesh. Ishte një ultimatum. Ishte një deklaratë lufte. Dhe ishte fundi i miqësisë së tyre. Pashko u ngrit dhe doli nga dhoma. Ai nuk u kthye kurrë më në ato mbledhje. Dhe brenda javësh, ai do të largohej nga qeveria, nga Partia Demokratike dhe nga jeta politike aktive. Por çfarë ndodhi saktësisht në atë mbledhje? Cilat ishin fjalët e sakta që u thanë? Dhe pse asnjë regjistrim zyrtar i asaj mbledhje nuk ekziston sot? 3 persona që ishin prezent atë ditë kanë rënë dakord të flasin për herë të parë. Ata do të tregojnë detajet që asnjëherë nuk janë bërë publike. Ata do të zbulojnë se çfarë shkaktoi vërtet atë shpërthim. Dhe ata do të përgjigjen pyetjes që të gjithë e kanë bërë për 30 vjet: kush ishte fajtor për shkatërimin e Partisë Demokratike origjinale? Në shkurt të vitit 1992, Pashko dha dorëheqjen nga pozicioni i zëvendës kryeministrit. Zyrtarisht, ai tha se po largohej për arsye shëndetësore. Por të gjithë e dinin të vërtetën.
Ai ishte detyruar të largohej. Ai ishte izoluar, sabotuar dhe në fund eliminuar nga loja politike. Berisha kishte fituar. Por çfarë kishte fituar ai saktësisht? Kontrollin e plot të Partisë Demokratike? Apo diçka më të madhe, më të errët, më të rrezikshme? Dokumentet e sigurimit të shtetit që u zbuluan në vitin 2007 tregojnë se në atë periudhë Berisha kishte kontakte të rregullta me ish agent të shërbimeve sekrete. Disa prej këtyre agentëve ishin rekrutuar nga sigurimi për të infiltruar Partinë Demokratike. Por në vend që t'i ekspozonte, Berisha i përdori ata. Ai i transformoi nga armiq në aleat. Dhe ai ndërtoi një rrjet pushteti që nuk bazohej në ideale demokratike, por në kontrollin e informacionit dhe në eliminimin e kundërshtarëve. Pashko e pa këtë transformim. Ai e kuptoi se partia që ai kishte themeluar po bëhej diçka që ai nuk e njihte më. Dhe ai vendosi të largohej para se të ishte shumë vonë. Por a ishte vërtet shumë vonë? A mund të kishte Pashko ndaluar atë që po ndodhte? Apo forcat që po lëviznin ishin shumë të fuqishme edhe për të? Ish antarët e Partisë Demokratike që mbështetën Pashkon tregojnë se ata u përpoqën të organizoheshin. Ata u përpoqën të krijonin një opozitë të brendshme. Por Berisha ishte shumë i shpejtë. Ai i identifikoi. Ai i izoloi. Dhe ai i eliminoi nga pozicionet kyçe. Brenda muajsh, të gjithë mbështetësit e Pashkos ishin larguar nga strukturat drejtuese të partisë. Dhe Berisha kishte kontrollin e plotë. Në mars të vitit 1992, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet me shumicë absolute. Berisha u bë kryeministër. Dhe Pashko u kthye në jetën private duke punuar si konsulent ekonomik. Për shumë vjet ai nuk foli publikisht për atë që kishte ndodhur. Ai nuk dha intervista. Ai nuk shkroi kujtime. Ai heshti. Por heshtja e tij nuk ishte pranim. Ishte mbrojtje. Sepse ai dinte se nëse fliste do të sulmohej. Do të shpifej. Dhe do të shkatërrohej plotësisht. Kështu që ai zgjodhi të presë. Të presë kohën e duhur. Të presë momentin kur e vërteta do të mund të dëgjohej. A erdhi kur ai moment? A foli ndonjëherë Pashko hapur për atë që kishte ndodhur? Dhe çfarë do të kishte thënë ai nëse do të kishte pasur mundësinë? Në vitet e fundit të jetës së tij, Pashko filloi të shkruante kujtime. Por ai vdiq para se t'i përfundonte. Disa kapituj u botuan. Të tjerë mbetën në dorëshkrim. Dhe disa, sipas familjes së tij, u zhdukën në rrethana të çuditshme. Çfarë përmbahej në ato kapituj të humbur? Çfarë sekretesh po përgatitej Pashko të zbulonte? Dhe kush kishte interes që ato sekrete të mos dilnin kurrë në dritë? Sot, më shumë se 30 vjet pas ndarjes së tyre, ne po përpiqemi të rikonstruktojmë të vërtetën. Ne po intervistojmë dëshmitarët. Ne po shqyrtojmë dokumentet. Ne po kërkojmë në arkiva që sapo janë hapur. Dhe ne po zbulojmë një histori që është shumë më komplekse, shumë më e errët dhe shumë më tragjike se ajo që ne e dinim. Kjo është historia e dy burrave që filluan si miq dhe përfunduan si armiq. Por është edhe historia e një vendi që humbi mundësinë e tij për një demokraci të vërtetë. Sepse kur Berisha eliminoi Pashkon, ai nuk eliminoi thjesht një rival politik. Ai eliminoi një zë kritik. Ai eliminoi një vizion alternativ. Dhe ai eliminoi mundësinë që Partia Demokratike të mbetej besnik ndaj idealeve të saj origjinale. Në vitet që pasuan, Berisha ndërtoi një sistem pushteti që dominoi politikën shqiptare për dekada. Ai u bë figura më e fuqishme e vendit. Por ai gjithashtu u bë figura më kontroverse. Dhe shumë nga problemet që Shqipëria përjetoi në vitet 90 mund të gjurmoheshin deri në atë moment kur ai vendosi të eliminojë Pashkon. Sepse duke eliminuar Pashkon, Berisha eliminoi edhe kontrollin dhe balancën brenda partisë së tij. Ai u bë i pakontrollueshëm. Dhe kur një lider bëhet i pakontrollueshëm, pasojat janë gjithmonë katastrofike. Por kjo histori nuk është vetëm për Berishën dhe Pashkon. Është për të gjithë ne. Është për atë që ndodh kur idealet sakrifikohen për pushtet. Është për atë që ndodh kur miqësia shkatërrohet nga ambicia. Dhe është për atë që ndodh kur një vend humb mundësinë e tij për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Sepse në atë moment në dhjetor të vitit 1991, kur Berisha dhe Pashko u ndan, Shqipëria humbi diçka që asnjëherë nuk e rifitoi,
shpresën se politika mund të bëhej ndryshe. Në kapitujt që vijojnë, ne do të zhytemi thellë në detajet e kësaj historie. Ne do të shqyrtojmë çdo takim, çdo dokument, çdo dëshmi. Ne do të dëgjojmë zërat e atyre që ishin atje. Dhe ne do të përpiqemi të kuptojmë se si dy burra që filluan me të njëjtin ëndër përfunduan në anët e kundërta të historisë. Kjo është një histori për tradhti, por është edhe një histori për besnikëri. Është një histori për humbje, por është edhe një histori për mbijetesë. Dhe mbi të gjitha, është një histori që duhet të tregohet, sepse pa të kuptuar të kaluarën, ne nuk mund të ndërtojmë të ardhmen. Në fund të këtij dokumentari, ju do të keni një pamje të plotë të asaj që ndodhi vërtet midis Berishës dhe Pashkos. Ju do të kuptoni forcat që i ndan ata. Ju do të shihni dokumentet që u fshehën. Dhe ju do të dëgjoni zërat që u heshtën. Por më e rëndësishmja, ju do të keni mundësinë të gjykoni vetë, kush kishte të drejtë, kush tradhtoi idealet e Partisë Demokratike. Dhe çfarë mund të kishte qenë Shqipëria nëse ata do të kishin mbetur bashkë. Kjo është historia e Gramos Pashkos dhe Sali Berishës. Kjo është historia e miqësisë që u shkatërrua. Dhe kjo është historia e një vendi që ende po përpiqet të kuptojë se çfarë humbi në atë moment kur dy themeluesit e demokracisë së tij u bën armiq të përhershëm. Në fillim të vitit 1989, Shqipëria ishte një vend i mbyllur, i izoluar dhe i frikësuar. Regjimi komunist i Enver Hoxhës kishte vdekur 4 vjet më parë, por trashëgimia e tij ende dominonte çdo aspekt të jetës. Ramiz Alia, pasardhësi i Hoxhës, po përpiqej të mbante kontrollin ndërsa bota përreth po ndryshonte me shpejtësi marramendëse. Muri i Berlinit kishte rënë. Komunizmi po shembej në të gjithë Evropën lindore. Dhe në Shqipëri, njerëzit po fillonin të guxonin të ëndërronin për diçka të ndryshme. Por guximi për të ëndërruar nuk ishte i mjaftueshëm. Duhej dikush që të organizonte atë ëndër. Dikush që të transformonte frustrimin në veprim. Dhe dikush që të sfidonte hapur regjimin që kishte mbajtur vendin në errësirë për 50 vjet. Në atë moment historik, dy burra hynë në skenë, Sali Berisha, një kardiolog 35 vjeçar nga Tropoja, dhe Gramos Pashko, një ekonomist 38 vjeçar nga Gjirokastra. Ata nuk e njihnin njëri tjetrin mirë. Por ata ndanin diçka thelbësore, një urrëtie të thellë për regjimin komunist dhe një vizion për një Shqipëri të lirë. Takimi i tyre i parë ndodhi në shtator të vitit 1989 në një konferencë akademike në Tiranë. Berisha mbante një fjalim për reformën e sistemit shëndetësor. Pashko po dëgjonte nga audienca. Dhe në një moment, Pashko ngriti dorën dhe bëri një pyetje që i habitën të gjithë: si mund të reformojmë shëndetësinë kur i gjithë sistemi ekonomik është i dështuar? Ishte një pyetje e guximshme. Ishte një pyetje që sfidon jo vetëm fjalimin e Berishës, por të gjithë premisën e konferencës. Dhe ishte një pyetje që tregonte se Pashko nuk kishte frikë të fliste hapur. Berisha u befasua. Por ai gjithashtu u impresionua. Pas konferencës, ai e kërkoi Pashkon dhe i propozoi të takoheshin privatisht. Ata u takuan në një kafene në qendër të Tiranës, një vend ku intelektualët shqiptar mblidheshin për të diskutuar ide të ndaluara. Dhe atje, në atë kafene të vogël, ata filluan një bisedë që do të ndryshonte historinë e Shqipërisë. Ata folën për orë të tëra. Ata diskutuan për komunizmin, për demokracinë, për ekonominë e tregut, për të drejtat e njeriut. Dhe ata zbuluan se ndanin të njëjtën vizion: Shqipëria duhej të ndryshonte radikalisht dhe ata duhej të ishin pjesë e atij ndryshimi. Por si mund të organizohej një lëvizje kundër një regjimi që kishte shtypur çdo formë opozite për 50 vjet? Si mund të mobilizoheshin njerëzit kur ata ishin mësuar të heshtnin dhe të bindeshin? Dhe si mund të shmangej represioni brutal që regjimi kishte përdorur kundër çdo zëri kritik në të kaluarën? Berisha dhe Pashko e dinin se duhej të ishin të kujdesshëm. Ata nuk mund të vepronin hapur. Ata duhej të ndërtonin një rrjet në heshtje. Dhe ata duhej të prisnin momentin e duhur për të vepruar. Ai moment erdhi në dhjetor të vitit 1989. Studentët e Universitetit të Tiranës filluan të protestonin për kushte më të mira në konviktet. Ishte një protestë e vogël, e kufizuar dhe në pamje të parë jo politike. Por Berisha dhe Pashko e pan mundësinë. Ata e dinin se nëse studentët mund të protestonin për konviktet, ata mund të protestojnë edhe për gjëra më të mëdha.
Dhe nëse protestat mund të organizoheshin, ata mund të transformoheshin në një lëvizje për ndryshim politik. Kështu që ata filluan të takoheshin me liderët studentor. Ata filluan të ofronin këshilla. Dhe ata filluan të planifikonin diçka shumë më të madhe. Në janar të vitit 1990, protestat studentore u zgjeruan. Tani ata nuk kërkonin vetëm konvikte më të mira. Ata kërkonin liri akademike. Ata kërkonin fund të indoktrinimit ideologjik. Dhe ata kërkonin të drejtën për të formuar organizata të pavarura. Regjimi u trondit. Ramiz Alia nuk e kishte parashikuar këtë. Ai kishte menduar se duke lejuar disa reforma të vogla, ai mund të mbante kontrollin. Por tani ai po shihte se reformat e vogla nuk ishin të mjaftueshme. Njerëzit donin ndryshim real. Dhe ata ishin gati të luftonin për të. Në shkurt të vitit 1990, Berisha dhe Pashko morën vendimin më të rëndësishëm të jetës së tyre. Ata do të formonin një parti politike opozitare. Ishte një vendim i rrezikshëm. Partitë opozitare ishin të ndaluara me ligj. Themeluesit e tyre mund të arrestoheshin, të burgoseshin, madje të ekzekutoheshin. Por Berisha dhe Pashko besuan se momenti kishte ardhur. Regjimi ishte i dobët. Njerëzit ishin gati. Dhe bota po shikonte. Nëse ata vepronin tani, ata mund të ndryshonin historinë. Nëse ata hezituan, mundësia do të humbte. Ata filluan të takoheshin në apartamentin e Pashkos në Tiranë. Çdo mbrëmje, një grup i vogël intelektualësh, studentësh dhe profesionistësh mblidheshin atje për të diskutuar planet. Ata duhej të ishin të kujdesshëm. Sigurimi i shtetit kishte agjent kudo. Çdo telefon mund të ishte i përgjuar. Çdo fqinj mund të ishte informator. Kështu që ata zhvilluan një sistem të kodeve dhe sinjalizimesh. Ata ndryshonin vendin e takimeve. Dhe ata asnjëherë nuk diskutonin plane specifike në telefon. Ishte një jetë e rrezikshme, e tensionuar dhe e pasigurt. Por ata ishin të vendosur. Në dhjetor të vitit 1990, Partia Demokratike u themelua zyrtarisht. Berisha u zgjodh kryetar. Pashko u bë nënkryetar dhe përgjegjës për programin ekonomik. Dhe për herë të parë në 50 vjet, Shqipëria kishte një parti opozitare legale. Lajmi u përhap me shpejtësi. Mijëra njerëz filluan të bashkoheshin me partinë. Mitingjet e para tërhoqën dhjetëra mijëra pjesëmarrës. Dhe brenda javësh, Partia Demokratike u bë forca më e fuqishme politike në vend pas Partisë së Punës. Por suksesi i shpejt solli edhe probleme. Partia po rritej shumë shpejt. Antar të rinj po bashkoheshin çdo ditë. Dhe jo të gjithë ndanin të njëjtin vizion me Berishën dhe Pashkon. Disa ishin ish komunistë që po kërkonin të rivendoseshin. Të tjerë ishin oportunistë që po shihnin mundësi për pushtet. Dhe disa ishin agent të sigurimit që po përpiqeshin të infiltronin partinë. Berisha dhe Pashko e dinin se duhej të ishin vigjilentë. Por ata gjithashtu e dinin se nuk mund të refuzonin të gjithë. Partia kishte nevojë për numra. Dhe numrat kërkonin kompromise. Këtu filloi tensioni i parë midis tyre. Pashko besonte se partia duhej të mbetej e pastër ideologjikisht. Ai donte të pranonte vetëm ata që kishin qenë kundër regjimit komunist. Ai donte të refuzonte çdo ish antar të Partisë së Punës. Dhe ai donte të ndërtonte një parti bazuar në parime, jo në numra. Por Berisha kishte një qasje më pragmatike. Ai besonte se për të fituar pushtetin, ata duhej të ishin gjithëpërfshirës. Ai donte të pranonte edhe ish komunistët që po shprehnin pendim. Dhe ai besonte se parimet mund të vinin më vonë, pasi të kishin siguruar pushtetin. Në fillim, ky tension ishte i menaxhueshëm. Ata debatuan, por ata gjithashtu kompromisuan. Ata nuk ishin dakord për gjithçka, por ata respektonin pikpamjet e njëri tjetrit. Dhe ata besuan se misia e tyre ishte më e fortë se çdo mosmarrëveshje politike. Por me kalimin e kohës, tensioni u thellua. Mosmarrëveshjet u bën më të shpeshta. Dhe respekti filloi të zbehet. Sepse ata po zbulon se kishin jo vetëm ide të ndryshme për strategjinë, por edhe vlera të ndryshme thelbësore. Në mars të vitit 1991 u mbajtën zgjedhjet e para shumëpartiake në Shqipëri. Partia Demokratike hyri në fushat me entuziazëm të madh.
Mitingjet e tyre tërhoqën qindra mijëra njerëz. Mesazhi i tyre ishte i qartë: fund i komunizmit, fillim i demokracisë. Dhe sondazhet sugjeronin se ata do të fitonin me diferencë të madhe. Por kur rezultatet u shpallën, ata u befasuan. Partia e Punës kishte fituar shumicën e vendeve në parlament. Partia Demokratike kishte fituar në qytete, por kishte humbur në fshatrat, ku shumica e popullsisë jetonte. Berisha dhe Pashko ishin të shkatëruar. Si kishte ndodhur kjo? Si kishin humbur kur të gjithë po parashikonin fitoren e tyre? Analiza pas zgjedhjeve zbuloi të vërtetën: Partia e Punës kishte përdorur të gjitha mjetet e pushtetit për të manipuluar zgjedhjet. Ata kishin friksuar votuesit në fshatra. Ata kishin përdorur burimet shtetërore për fushatë. Dhe ata kishin mashtruar në numërimin e votave. Ishte një fitore e pandershme. Por ishte një fitore megjithatë. Dhe Partia Demokratike duhej të vendoste, të pranonte rezultatin apo të protestonte? Pashko donte të protestonte. Ai besonte se ata nuk duhej të legjitimojnë zgjedhje të manipuluara. Ai donte të organizonte protesta masive. Dhe ai donte të kërkonte zgjedhje të reja. Por Berisha ishte më i kujdesshëm. Ai kishte frikë se protestat mund të çonin në dhunë. Ai kishte frikë se regjimi mund të përdorte forcën për të shtypur opozitën. Dhe ai besonte se ishte më mirë të pranoheshin rezultatet dhe të punohej brenda sistemit për të siguruar zgjedhje më të ndershme në të ardhmen. Ishte një mosmarrëveshje fundamentale. Dhe ishte fillimi i ndarjes së tyre. Në fund, ata arritën një kompromis. Ata do të pranonin rezultatet, por do të kërkonin një qeveri koalicioni. Partia e Punës do të mbante kryeministrin, por Partia Demokratike do të kishte disa ministra. Ishte një zgjidhje që asnjëri nuk e pëlqente plotësisht. Por ishte një zgjidhje që të dy mund ta pranonin. Apo jo? Sepse në muajt që pasuan, u bë e qartë se ky kompromis po krijonte probleme të reja. Partia Demokratike po bëhej pjesë e një qeverie që shumica e mbështetësve të saj e urrenin. Dhe Berisha dhe Pashko po detyroheshin të mbronin vendime që ata vetë nuk i besonin. A ishte ky kompromisi një gabim fatal? A duhej Partia Demokratike të kishte refuzuar të bashkëpunonte me Partinë e Punës? Apo kompromisi ishte i nevojshëm për të shmangur dhunën dhe për të mbajtur procesin demokratik gjallë? Këto janë pyetje që ende debatohen sot. Por në atë kohë, Berisha dhe Pashko nuk kishin luksin e kohës për të reflektuar. Ata duhej të vepronin. Dhe veprimet e tyre do të përcaktonin jo vetëm fatin e partisë së tyre, por edhe fatin e vendit të tyre. Në maj të vitit 1991, qeveria e koalicionit filloi punën. Pashko u emërua zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë. Ishte një pozicion që ai e kishte ëndërruar, por edhe një pozicion që do ta shndërronte në shënjestër. Sepse ekonomia shqiptare ishte në gjendje katastrofike. Fabrikat po mbylleshin. Njerëzit po vdisnin nga uria. Dhe shteti nuk kishte para as për të paguar pagat minimale. Çdo vendim që Pashko do të merrte do të shkaktonte dhimbje. Çdo reformë do të linte njerëz pa punë. Dhe çdo hap drejt ekonomisë së tregut do të përkeqësonte situatën afatshkurtër para se të përmirësohej. Berisha e kuptoi këtë më mirë se kushdo. Ai e dinte se duke e vënë Pashkon në atë pozicion, po e vendoste në një situatë ku dështimi ishte pothuajse i pashmangshëm. Por a e bëri ai këtë me qëllim? A donte ai që Pashko të dështonte për ta larguar më vonë? Apo ai thjesht besonte se Pashko ishte personi më i kualifikuar për atë punë, pavarësisht rreziqeve? Ish antarët e kryesisë kanë opinione të ndryshme. Disa besojnë se Berisha tashmë po planifikonte eliminimin e Pashkos. Të tjerë thonë se ai thjesht po bënte atë që ishte më e mira për vendin. Por të gjithë bien dakord për një gjë, që nga ajo ditë, marrëdhënia e tyre nuk ishte më e njëjtë. Pashko filloi punën me energji të madhe. Ai punësoi një ekip ekonomistësh të rinj, shumica prej tyre të trajnuar në Perëndim. Ai hartoi një plan ambicios për privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore. Ai negocioi me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore për kredi emergjente. Dhe ai përpiqej të bindë popullin se vuajtja afatshkurtër do të çonte në prosperitet afatgjallë. Por mesazhi i tij nuk po dëgjohej. Njerëzit nuk donin të dëgjonin për plane afatgjata kur fëmijët e tyre po vdisnin nga uria sot.
Ata nuk donin të dëgjonin për privatizim kur po humbisnin vendet e punës. Dhe ata nuk donin të dëgjonin për disiplinë fiskale kur shteti nuk po u pagonte pagat për muaj të tërë. Në qershor të vitit 1991, Pashko propozoi një paketë reformash radikale. Ai donte të eliminonte subvencionet për bukën dhe produktet bazë. Ai donte të lejonte çmimet të përcaktoheshin nga tregu. Dhe ai donte të mbyllte fabrikat e pafitueshme që po gëlltinin paratë e shtetit. Ekonomistët perëndimor e lavdëruan planin. Fondi Monetar Ndërkombëtar premtoi mbështetje financiare. Por brenda Shqipërisë, reagimi ishte tjetër. Sindikatat organizuan protesta. Punëtorët kërcënuan me grevë. Dhe Partia e Punës filloi të sulmonte Pashkon si tradhtar që po shiste vendin tek kapitalistët e huaj. Berisha u gjend në një pozicion të vështirë. Si kryetar i Partisë Demokratike, ai duhej të mbështeste Pashkon. Por si politikan pragmatik, ai e shihte se plani i Pashkos po bëhej shumë i papopullor. Ai filloi të distancohej nga disa propozime. Ai filloi të fliste për nevojën për një qasje më graduale. Dhe ai filloi të sugjeronte se Pashko ishte shumë i shpejt, shumë radikal, shumë i shkëputur nga realiteti i njerëzve të thjeshtë. Ishin kritika të buta në fillim. Por ato ishin kritika publike. Dhe për Pashkon, ato ishin një tradhti. Në korrik të vitit 1991, Berisha dhe Pashko patën një takim privat në zyrën e Berishës. Askush tjetër nuk ishte prezent. Askush nuk e di saktësisht çfarë u tha. Por sipas një personi që foli me Pashkon menjëherë pas takimit, biseda ishte e ashpër. Pashko e akuzoi Berishën për të mos e mbështetur publikisht. Berisha ju përgjigj se Pashko po bënte gabime që po dëmtonin partinë. Pashko tha se reformat ishin të nevojshme pavarësisht kostos politike. Berisha tha se politika ishte arti i të mundshmes, jo i idealit. Dhe në fund, sipas dëshmitarit, Berisha tha diçka që e lëndoi thellë Pashkon: nëse nuk mund të menaxhosh presionin, ndoshta nuk je i përshtatshëm për këtë pozicion. A ishte kjo një kërcënim? A ishte një paralajmërim? Apo ishte thjesht një vërejtje e sinqertë nga një mik i shqetësuar? Pashko e interpretoi si të parën. Ai u kthye në zyrën e tij i zemëruar dhe i zhgënjur. Ai i tha bashkëpunëtorëve të tij se Berisha po ndryshonte. Se ai po bëhej më i interesuar për pushtetin sesa për parimet. Dhe se misia e tyre po vdiste. Por ai gjithashtu vendosi të vazhdonte. Ai nuk do të jepte dorëheqjen. Ai nuk do të tërhiqej. Ai do të luftonte për atë që besonte, edhe nëse kjo do të thoshte të luftonte vetëm. Në gusht të vitit 1991, kriza ekonomike arriti një pikë kritike. Mijëra shqiptar po përpiqeshin të largoheshin nga vendi. Ata po hipnin në anije të vjetra dhe po lundronin drejt Italisë. Disa arrinin. Shumë të tjerë mbyteshin. Dhe bota po shikonte me tmerr ndërsa një komb i tërë po përpiqej të ikë nga vendi i tij. Qeveria ishte e paaftë të ndalonte eksodin. Partia e Punës po fajsonte Partinë Demokratike. Dhe Partia Demokratike po fajsonte Partinë e Punës. Ndërkohë, njerëzit po vdisnin. Pashko propozoi një plan emergjent. Ai donte të kërkonte ndihmë humanitare masive nga Perëndimi. Ai donte të hapte kufirin për tregtinë e lirë. Dhe ai donte të lejonte investime të huaja pa kufizime. Ishte një plan që do të transformonte Shqipërinë nga një ekonomi e mbyllur komuniste në një ekonomi të hapur kapitalist brenda muajsh. Ishte një plan që ekonomistët e quanin terapi goditëse. Dhe ishte një plan që Berisha e konsideroi shumë të rrezikshëm. Sepse ai e dinte se terapia goditëse do të shkaktonte kaos afatshkurtër. Dhe në atë kaos, Partia Demokratike do të fajsohej për gjithçka. Në shtator të vitit 1991, Berisha mori një vendim që do ta ndryshonte gjithçka. Ai vendosi të udhëtojë në Londër për të takuar politikan britanik dhe për të kërkuar mbështetje për Shqipërinë. Dhe ai ftoi Pashkon të shkonte me të. Në pamje të parë, ishte një udhëtim diplomatik rutinë. Por në realitet, ishte diçka shumë më e rëndësishme. Sepse në Londër, Berisha kishte planifikuar takime që Pashko nuk i dinte. Takime me njerëz që Pashko nuk i besonte. Dhe takime ku do të diskutoheshin plane që do ta largonin përfundimisht nga Pashko. Udhëtimi në Londër filloi mirë.
Ata u takuan me anëtar të parlamentit britanik. Ata u takuan me zyrtar të Ministrisë së Jashtme. Dhe ata u takuan me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Në të gjitha këto takime, ata paraqitën një front të bashkuar. Ata folën për nevojën për mbështetje ndërkombëtare. Ata folën për reformat që po zbatoheshin. Dhe ata folën për vizionin e tyre për një Shqipëri demokratike dhe të integruar në Evropë. Por pas këtyre takimeve zyrtare, Berisha kishte takime të tjera. Takime ku Pashko nuk ishte i ftuar. Në një mbrëmje, ndërsa Pashko po pushonte në dhomën e tij të hotelit, Berisha u takua me një grup njerëzish në një dhomë private të një klubi në qendër të Londrës. Kush ishin këta njerëz? Sipas dokumenteve që u desekretizuan vite më vonë, disa prej tyre ishin agent të shërbimeve sekrete britanike. Të tjerë ishin konsulent politik që kishin punuar me qeveri të djathta në Evropën lindore. Dhe disa ishin biznesmene që kishin interesa ekonomike në rajon. Çfarë diskutuan ata në atë takim? Dokumentet nuk japin detaje të plota. Por ato sugjerojnë se diskutimi përqendrohej në strategjinë politike të Partisë Demokratike dhe në mënyrën se si ajo mund të siguronte pushtetin e plotë. Një nga pjesëmarrësit në atë takim, i cili foli anonim me një gazetar britanik në vitin 2005, tha se Berisha po kërkonte këshilla për atë se si të konsolidonte pushtetin brenda partisë së tij. Ai po shprehte shqetësime se Pashko ishte shumë idealist, shumë i papërshtatshëm për realitetet e politikës shqiptare. Dhe ai po pyeste se si mund të largohej Pashko pa shkaktuar një ndarje në parti. Këshilla që ai mori ishte e qartë, izoloje gradualisht, minoje autoritetin e tij dhe në fund detyroje të japë dorëheqjen duke e vënë në një pozicion ku do të dështojë. Ishte një strategji e ftohtë, e llogaritshme dhe e pamëshirshme. Dhe ishte një strategji që Berisha do ta zbatonte me përpikëri në muajt që pasuan. Kur Berisha u kthye në hotel atë natë, Pashko ishte zgjuar dhe po lexonte dokumente. Ata folën për disa minuta për takimet e ditës. Por Berisha nuk përmendi takimin e tij privat. Ai nuk i tha Pashkos se kishte kërkuar këshilla për atë se si ta largonte. Dhe ai nuk i tha se tashmë kishte vendosur se Pashko duhej të shkonte. Pashko nuk e dinte asgjë. Ai ende besonte se ata ishin miq. Ai ende besonte se ata po punonin për të njëjtin qëllim. Dhe ai ende besonte se misia e tyre ishte më e fortë se çdo mosmarrëveshje politike. Por ai gabonte. Në ditën e fundit të udhëtimit, Berisha dhe Pashko patën një bisedë të gjatë në dhomën e hotelit të Berishës. Sipas një personi që foli me Pashkon më vonë, kjo bisedë ishte momenti kur Pashko filloi të kuptonte se diçka kishte ndryshuar. Berisha i tha se ai kishte pasur takime produktive me disa njerëz të rëndësishëm. Ai tha se kishte marrë këshilla të vlefshme për strategjinë e partisë. Dhe ai sugjeroi se Pashko duhej të ishte më fleksibël, më pragmatik, më i gatshëm për të bërë kompromise. Pashko pyeti se me kë kishte folur Berisha. Berisha ishte i paqartë. Pashko pyeti se çfarë lloj kompromisesh po sugjeroheshin. Berisha tha se do të diskutonin më vonë. Por Pashko nuk ishte i kënaqur me këto përgjigje. Ai ndjeu se Berisha po fshinte diçka. Ai ndjeu se kishte plane që po bëheshin pas shpinës së tij. Dhe ai ndjeu se misia e tyre po transformohej në diçka tjetër. Ai e pyeti Berishën drejt për drejt, apo planifikon të më largosh? Berisha u befasua nga pyetja. Ai mohoi kategorikisht. Ai tha se Pashko ishte thelbësor për partinë. Ai tha se ata ishin vëllezër dhe se asgjë nuk do t'i ndante. Por toni i tij nuk ishte bindës. Dhe Pashko e dinte se diçka kishte ndryshuar përfundimisht. Kur u kthyen në Tiranë, Pashko filloi të hetonte. Ai foli me kontaktet e tij në Londër. Ai kërkoi të mësonte se me kë kishte takuar Berisha. Dhe ai zbuloi të vërtetën, Berisha kishte pasur takime sekrete me njerëz që Pashko i konsideronte të dyshim. Njerëz që kishin lidhje me shërbimet sekrete. Njerëz që kishin interesa që nuk ishin domosdoshmërisht në përputhje me interesat e Shqipërisë. Dhe njerëz që po këshillonin Berishën se si të konsolidonte pushtetin duke eliminuar zërat kritik brenda partisë. Pashko ishte i tronditur. Ai nuk mund të besonte se miku i tij po vepronte në këtë mënyrë. Por provat ishin të qarta. Në tetor të vitit 1991, Pashko vendosi të konfrontonte Berishën. Ai kërkoi një takim privat.
Dhe në atë takim, ai I paraqiti Berishës atë që kishte zbuluar. Ai I tha se e dinte për takimet sekrete në Londër. Ai I tha se e dinte se Berisha po kërkonte këshilla për atë se si ta largonte. Dhe ai I tha se nëse Berisha donte që ai të largohej, ai duhej ta thoshte hapur, jo të komplotonte pas shpinës së tij. Berisha u zemërua. Ai akuzoi Pashkon për paranoj. Ai tha se takimet në Londër ishin thjesht konsultime të zakonshme. Dhe ai tha se Pashko po shite komplot ku nuk kishte asnjë. Por Pashko nuk u bin. Ai e dinte se Berisha po gënjente. Dhe ai e dinte se misia e tyre kishte mbaruar. Ai doli nga ajo mbledhje duke ditur se tani ata ishin rival, jo miq. Dhe ai filloi të përgatitej për atë që do të vinte. Ai filloi të ndërtonte mbështetje brenda partisë. Ai filloi të fliste me antar të kryesisë që ndanin shqetësimet e tij. Dhe ai filloi të planifikonte se si të mbrojë vizionin e tij për Partinë Demokratike nga ajo që ai e shihte si rrëshqitje drejt autoritarizmit. Por Berisha ishte më I shpejtë. Ai tashmë kishte filluar të izolonte Pashkon. Ai kishte filluar të fliste me antar të kryesisë për shqetësimet e tij për radikalizmin e Pashkos. Ai kishte filluar të sugjeronte se Pashko po dëmtonte partinë me politikat e tij të papopullara. Dhe ai kishte filluar të ndërtonte një koalicion brenda partisë që do ta mbështeste atë kur do të vinte momenti për të vepruar kundër Pashkos. Ishte një luftë e ftohtë brenda Partisë Demokratike. Dhe ishte një luftë që vetëm njëri mund ta fitonte. A mund të ishte shmangur kjo luftë? A mund të kishin Berisha dhe Pashko gjetur një mënyrë për të punuar së bashku pavarësisht mosmarrëveshjeve të tyre? Apo ndarja e tyre ishte e pashmangshme që nga fillimi? Këto janë pyetje që historianët ende I debatojnë. Por ajo që është e qartë është se që nga udhëtimi në Londër, marrëdhënia e tyre ishte e pariparueshme. Besimi ishte thyer. Dyshimi kishte zënë vend. Dhe forcat që po I largonin ishin më të forta se çdo përpjekje për t'i mbajtur së bashku. Në nëntor të vitit 1991, kriza ekonomike u përkeqësua edhe më shumë. Inflacioni arriti shifra rekord. Papunësia po rritet çdo ditë. Dhe njerëzit po humbisnin besimin në qeverinë e koalicionit. Pashko po fajsohej për gjithçka. Mediat po e sulmonin. Partia e Punës po e akuzonte për të shitur vendin. Dhe tani, edhe brenda Partisë Demokratike, zëra po fillonin të ngrihen kundër tij. Disa po thonin se ai ishte shumë teorik, shumë I shkëputur nga realiteti. Të tjerë po thonin se ai ishte shumë kokfort, shumë I pagatshëm për të dëgjuar këshilla. Dhe disa po thonin hapur se ai duhej të largohej. Berisha nuk po e mbrojte më Pashkon. Në takime publike, ai po fliste për nevojën për korrigjime në politikën ekonomike. Në intervista, ai po sugjeronte se qeveria kishte bërë gabime që duhej të korrigjoheshin. Dhe në biseda private me antar të kryesisë, ai po thoshte hapur se Pashko kishte dështuar dhe se duhej të largohej. Ishte një fushat e orkestruar për të minuar autoritetin e Pashkos. Dhe ishte një fushat që po funksiononte. Në dhjetor të vitit 1991, Pashko kuptoi se betejë ishte humbur. Ai nuk kishte më mbështetje brenda partisë. Ai nuk kishte më mbështetje nga publiku. Dhe ai nuk kishte më mbështetje nga miku I tij më I ngushtë. Ai ishte I izoluar, I lodhur dhe I zhgënjur. Por ai ende nuk donte të jepte dorëheqjen. Ai ende besonte se kishte të drejtë. Dhe ai ende shpresonte se mund të kthente situatën. Por shpresa e tij ishte e kodh. Sepse Berisha tashmë kishte vendosur. Dhe kur Berisha vendoste diçka, ai e zbatonte pa mëshirë. Në janar të vitit 1992, u mbajt mbledhja e famshme e kryesisë së Partisë Demokratike. Mbledhja ku gjithçka shpërtheu. Mbledhja ku misia u shkatërrua përfundimisht. Dhe mbledhja ku Pashko kuptoi se nuk kishte më vend për të në partinë që ai kishte ndihmuar të themelonte. Por çfarë ndodhi saktësisht në atë mbledhje? Cilat ishin fjalët që u thanë? Dhe pse ato fjalë ishin aq shkatërruese sa asnjëri prej tyre nuk u ri më këmbë kurrë plotësisht? Kjo është historia që do të tregojmë tani. Historia e tradhtisë më të madhe në politikën shqiptare moderne. Mbledhja filloi në orën 9 të mëngjesit në selinë e Partisë Demokratike në Tiranë. 18 antar të kryesisë ishin prezent.
Atmosfera ishte e tensionuar që nga momenti i parë. Askush nuk po fliste. Të gjithë po prisnin. Sepse të gjithë e dinin se diçka e madhe po për të ndodhur. Berisha hyri i fundit në dhomë. Ai nuk përshëndeti askën. Ai u ul në krye të tavolinës dhe hapi një dosje të trashë. Pastaj ai foli. Dhe fjalët e tij ishin si një bombë që shpërtheu në mes të dhomës. Shok, tha ai, ne jemi mbledhur sot për të diskutuar një çështje që nuk mund të shtyhet më. Partia jon po përballet me një krizë besueshmërie. Populli po humb besimin. Dhe arsyeja është e qartë, politikat ekonomike që po zbatohen janë të gabuara, të dëmshme dhe të papranueshme. Ai nuk e përmendi emrin e Pashkos. Por të gjithë e dinin se për kë po fliste. Pashko, i cili ishte ulur në anën tjetër të tavolinës, ngriti kokën. Fytyra e tij ishte e bardhë. Por ai nuk foli. Ai po priste të dëgjonte më shumë. Berisha vazhdoi. Ai foli për inflacionin që po shkatëronte kursimet e njerëzve. Ai foli për papunësinë që po linte familje pa të ardhura. Ai foli për privatizimin që po lejonte ish komunistët të blenin ndërmarrjet shtetërore me çmime qesharake. Dhe ai foli për faktin se Partia Demokratike po fajsoi për gjithçka. Ne nuk mund të vazhdojmë në këtë rrugë, tha ai. Ne duhet të ndryshojmë drejtim. Dhe ne duhet ta bëjmë këtë tani, para se të jetë shumë vonë. Pastaj ai ndaloi dhe shikoi drejt për drejt Pashkon. Dhe në atë moment, të gjithë në dhomë e kuptuan se kjo nuk ishte thjesht një kritik e politikave. Ishte një sulm personal. Pashko më në fund foli. Zëri i tij ishte i qetë, por i fortë. Sali, tha ai, ti po flet sikur unë kam marrë këto vendime vetëm. Por ti e di shumë mirë se çdo politik që kam zbatuar është diskutuar dhe miratuar nga kjo kryesi. Ti e di se çdo reformë që kam propozuar është mbështetur nga ekspertët ndërkombëtar. Dhe ti e di se alternativa ndaj këtyre reformave është kthimi në ekonominë komuniste që na solli në këtë gjendje. Ai ndaloi dhe shikoi rreth tavolinës. Pra pyetja ime është, pse tani? Pse po më sulmon tani, kur ne jemi në mes të procesit? Çfarë ka ndryshuar? Berisha nuk ju përgjigj drejt për drejt. Në vend të kësaj, ai u drejtua antarëve të tjerë të kryesisë. Shok, tha ai, ne duhet të vendosim, a jemi një parti që dëgjon popullin, apo jemi një parti që imponon teori të huaja që nuk funksionojnë në realitetin ton? Ishte një pyetje retorike. Dhe ishte një pyetje që po vendoste antarët e kryesisë në një pozicion ku duhej të zgjedhnin anë. Disa filluan të flasin. Ata shprehen shqetësime për politikat ekonomike. Ata thanë se po dëgjonin ankesa nga antarët e partisë. Dhe ata sugjeruan se ndoshta ishte koha për një rishikim të strategjisë. Pashko dëgjoi me vëmendje. Ai e kuptoi se kjo ishte një orkestruar. Ai e kuptoi se Berisha kishte folur me këta njerëz para mbledhjes. Dhe ai e kuptoi se vendimi tashmë ishte marrë. Por ai nuk donte të dorëzohej pa luftuar. Shok, tha ai, unë e kuptoj shqetësimin tuaj. Por ju po bëni një gabim fundamental. Ju po mendoni afat shkurtër. Ju po reagoni ndaj presionit të momentit. Por reformat ekonomike nuk japin rezultate menjëherë. Ato kërkojnë kohë. Dhe nëse ne tërhiqemi tani, ne do të kthehemi në pikën 0. Madje më keq se 0, sepse do të kemi humbur besueshmërinë ndërkombëtare. Një antar i kryesisë, një burr në të 50-tat që kishte qenë profesor universiteti, foli. Gramos, tha ai, askush nuk po vën në dyshim integritetin tënd apo njohuritë e tua. Por realiteti është se populli po vuan. Dhe nëse ne nuk përgjigjem ndaj vuajtjes së tyre, ne do të humbim pushtetin. Dhe nëse humbim pushtetin, ne nuk do të mund të zbatojmë asnjë reformë. Ishte një argument që tingëllonte i arsyeshëm. Por Pashko e dinte se pas këtij argumenti fshihej diçka tjetër, frika nga humbja e pushtetit personal. Debati vazhdoi për orë të tëra. Zërat u ngritën. Akuzat fluturuan. Dhe tensioni u bë i padurueshëm. Në një moment, Pashko e akuzoi Berishën drejt për të orkestruar një komplot kundër tij. Ti ke folur me këta njerëz para kësaj mbledhje, tha ai. Ti ke organizuar këtë sulm. Dhe ti po përdor krizën ekonomike si justifikim për të më larguar, sepse ti nuk do më zëra kritik rreth teje. Berisha mohoi me forcë.
por sytë e tij e tradhtuan. Sepse Pashko kishte të drejtë. Dhe të gjithë në dhomë e dinin. Pastaj ndodhi momenti që të gjithë e mbajnë mend. Berisha u ngrit nga karrigia. Ai vuri duart në tavolinë dhe u përkul përpara. Dhe ai tha fjalët që do të përcaktonin marrëdhënien e tyre për gjithmonë. Gramoz, problemi yt është se ti mendon se je më i zgjuar se të gjithë ne. Ti mendon se vetëm ti e kupton ekonominë. Dhe ti mendon se ne duhet të ndjekim verbërisht çdo ide që ti ke, pavarësisht pasojave. Por kjo nuk është mënyra se si funksionon politika. Politika është arti i të mundshmes. Dhe nëse ti nuk e kupton këtë, atëherë ti nuk ke vend në qeveri. Ishte një sulm brutal. Ishte një poshtërim publik. Dhe ishte një deklaratë e qartë se Berisha donte që Pashko të largohej. Pashko u ngrit gjithashtu. Për një moment, ata qëndruan ballë për ballë, duke u shikuar njëri tjetrin. Dhoma ishte plotësisht e heshtur. Askush nuk po lëvizte. Askush nuk po merrte frym. Dhe të gjithë po prisnin të shihnin se çfarë do të ndodhte. Pastaj Pashko foli. Zëri i tij ishte i ulët, por çdo fjalë dëgjohej qartë. Sali, tha ai, unë mendoja se ne ishim miq. Unë mendoja se ne ndanim të njëjtin vizion. Por tani e kuptoj se gabova. Ti nuk je më personi që unë njihja. Ti je bërë diçka tjetër. Diçka që unë nuk e njoh dhe që nuk e respektoj. Berisha nuk ju përgjigj. Ai thjesht u ul përsëri dhe hapi dosjen e tij. Le të votojmë, tha ai. Kush është dakord se politikat ekonomike duhet të rishikohen dhe se Ministria e Ekonomisë duhet të ketë një drejtim të ri? Ishte një votim që në thelb po kërkonte largimin e Pashkos. Dhe ishte një votim që Pashko e dinte se do ta humbiste. Njëri pas tjetrit, antarët e kryesisë ngritën duar. Disa me ngurrim. Të tjerë me vendosmëri. Por në fund, shumica votoi në favor. Pashko kishte humbur. Dhe ai e dinte se tani nuk kishte më zgjedhje. Ai mblodhi letrat e tij dhe u ngrit për të dalë. Por para se të dilte, ai u kthye dhe i tha Berishës diçka që askush tjetër nuk e dëgjoi qartë. Vetëm një person që ishte ulur pranë tyre më vonë tha se ai dëgjoi Pashkon duke thënë, do të pendohesh për këtë, Sali. Jo sot, jo nesër, por një ditë do të kuptosh se çfarë ke humbur. Pastaj ai doli nga dhoma. Dhe ai nuk u kthye kurrë më në një mbledhje të kryesisë së Partisë Demokratike. Por çfarë ndodhi pas asaj mbledhje? Si reagoi Pashko ndaj asaj që ai e konsideronte tradhti? Dhe çfarë bëri Berisha për të konsoliduar fitoren e tij? Në ditët që pasuan, Pashko u përpoq të mobilizonte mbështetje. Ai foli me antar të partisë që ai mendonte se do ta mbështesnin. Ai u përpoq të organizonte një kundërsulm. Por ai zbuloi se Berisha kishte qenë shumë i suksesshëm në izolimin e tij. Shumica e antarëve të partisë ose kishin frikë të flisnin kundër Berishës, ose ishin bindur se Pashko ishte problemi. Brenda javësh, Pashko kuptoi se betejë ishte humbur. Në shkurt të vitit 1992, Pashko dha dorëheqjen nga pozicioni i zëvendës kryeministrit. Në letrën e tij të dorëheqjes, ai shkroi se po largohej për arsye shëndetësore. Por askush nuk e besoi këtë. Të gjithë e dinin se ai ishte detyruar të largohej. Të gjithë e dinin se ai kishte humbur luftën me Berishën. Dhe të gjithë e dinin se Partia Demokratike kishte ndryshuar përfundimisht. Ajo nuk ishte më partia e idealeve që Pashko dhe Berisha kishin themeluar në dhjetor të vitit 1989. Ajo ishte bërë partia e Berishës. Dhe Berisha nuk toleronte rival. Por historia nuk mbaroi atje. Sepse në muajt dhe vitet që pasuan, Pashko u përpoq të ndërtonte një alternativë. Ai themeloi një parti të re, Partinë Demokratike Sociale. Ai u përpoq të mobilizonte ata që ishin zhgënjur nga Berisha. Dhe ai u përpoq të mbajë gjallë vizionin origjinal të Partisë Demokratike. Por përpjekjet e tij nuk ishin të suksesshme. Partia e tij mbeti e vogël. Mbështetja e tij mbeti e kufizuar. Dhe ndikimi i tij në politikën shqiptare u zvogëlua gradualisht. Ndërkohë, Berisha u bë gjithnjë e më i fuqishëm. Ai fitoi zgjedhjet e vitit 1992 me shumicë absolute. Ai u bë kryeministër. Dhe ai filloi të ndërtoi një sistem pushteti që do ta dominonte politikën shqiptare për dekada.
por çmimi i kësaj fitoreje ishte i lartë. Sepse duke eliminuar Pashkon, Berisha eliminoi edhe zërin më kritik brenda partisë së tij. Ai eliminoi personin që mund ta kishte frenuar kur ai po bënte gabime. Dhe ai eliminoi mundësinë për një debat të shëndetshëm brenda Partisë Demokratike. Pasojat u pan shpejt. Në vitet që pasuan, Berisha mori vendime që shumë i konsiderojnë katastrofike. Ai lejoi skema piramidale të lulëzonin në Shqipëri. Ai nuk veproi kur ishte e qartë se këto skema do të shkatërroheshin. Dhe kur ato u shkatëruan në vitin 1997, vendi u zhyt në kaos. A do të kishte Pashko parandaluar këtë katastrofë nëse do të kishte qenë ende në qeveri? Askush nuk mund ta di me siguri. Por shumë besojnë se ai të paktën do të kishte ngritur alarmin më herët. Ai do të kishte kërkuar rregullim më të fortë. Dhe ai do të kishte kundërshtuar politikat që lejonin skema të tilla të operonin pa kontroll. Por Pashko nuk ishte atje. Ai ishte larguar. Dhe Berisha ishte i lirë të bënte çfarë të donte, pa asnjë zë kritik që ta ndalonte. Në vitin 1997, kur skemat piramidale u shkatëruan dhe Shqipëria u zhyt në rebelim të armatosur, Pashko dha një intervistë të rrallë. Në atë intervistë, ai foli për herë të parë hapur për atë që kishte ndodhur midis tij dhe Berishës. Unë e paralajmërova, tha ai. Unë i thash se nëse ai eliminon të gjithë zërat kritik, ai do të mbetet i rrethuar vetëm nga njerëz që i thon atij çfarë ai do të dëgjojë. Dhe kur një lider mbetet i rrethuar vetëm nga pothënësit, ai bëhet i verbër ndaj realitetit. Ai fillon të besojë se ai është i pagabueshëm. Dhe ai bën gabime që shkaktojnë katastrofa. Ishte një paralajmërim profetik. Por ishte një paralajmërim që erdhi shumë vonë. Sot, më shumë se 30 vjet pas ndarjes së tyre, ne mund të shohim qartë pasojat e asaj që ndodhi në janar të vitit 1992. Ne mund të shohim se si eliminimi i Pashkos nga Berisha ndryshoi trajektoren e Partisë Demokratike. Ne mund të shohim se si mungesa e zërave kritik brenda partisë çoi në vendime të këqija. Dhe ne mund të shohim se si personalizimi i pushtetit nga Berisha krijoi një model që vazhdon të ndikojë politikën shqiptare edhe sot. Sepse ajo që Berisha bëri me Pashkon u bë një model për lider të tjerë. Eliminimi i rivalëve, konsolidimi i pushtetit personal dhe refuzimi i çdo kritike. Ky model ka dominuar politikën shqiptare për dekada. Dhe ai vazhdon të jetë një problem edhe sot. Por le të kthehemi në pyetjen që të gjithë e bëjnë, kush kishte të drejtë? A ishte Pashko shumë idealist, shumë i shkëputur nga realiteti, siç pretendonte Berisha? Apo ishte Berisha shumë i etur për pushtet, shumë i gatshëm për të sakrifikuar parimet për interesin personal, siç pretendonte Pashko? E vërteta, si gjithmonë, është më komplekse se çdo përgjigje e thjeshtë. Pashko kishte të drejtë se reformat ekonomike ishin të nevojshme. Ekonomistët sot bien dakord se politikat që ai propozoi ishin në përgjithësi të sakta. Por ai gjithashtu gaboi në atë se nuk e kuptoi se sa e rëndësishme ishte komunikimi politik. Ai nuk e shpjegoi mjaftueshëm mirë për popullin pse këto reforma ishin të nevojshme. Dhe ai nuk ndërtoi mbështetje të mjaftueshme politike për t'i zbatuar ato. Berisha, nga ana tjetër, kishte të drejtë se politika kërkon pragmatizëm. Ai e kuptoi se për të mbajtur pushtetin, ai duhej të dëgjonte shqetësimet e popullit. Por ai gaboi në atë se e çoi këtë pragmatizëm shumë larg. Ai sakrifikoi jo vetëm disa politika, por edhe parimet themelore. Ai eliminoi jo vetëm një rival politik, por edhe një mik dhe bashkëthemeluesi. Dhe ai ndërtoi një sistem pushteti që në fund e shkatërroi atë që ai kishte ndërtuar. Sepse kur skemat piramidale u shkatëruan në vitin 1997, Berisha humbi pushtetin. Dhe ai nuk e rifitoi atë për 8 vjet. A mund të ishte shmangur kjo tragjedi? A mund të kishin Berisha dhe Pashko gjetur një mënyrë për të punuar së bashku pavarësisht mosmarrëveshjeve të tyre? Historianët debatojnë këtë pyetje. Disa thonë se ndarja ishte e pashmangshme, sepse ata kishin temperamente dhe vizione shumë të ndryshme. Të tjerë thonë se nëse Berisha do të kishte qenë më pak i etur për pushtet personal, ose nëse Pashko do të kishte qenë më fleksibël politikisht, ata mund të kishin gjetur një mënyrë për të bashkëpunuar. Por ajo që është e qartë është se ndarja e tyre ishte një humbje e madhe për Shqipërinë. Sepse ata përfaqësonin dy aspekte të nevojshme të leadershipit, vizionin dhe pragmatizmin.
Dhe kur ata u ndan, Shqipëria humbi mundësinë për të pasur të dyja. Në vitet e fundit të jetës së tij, Pashko shkroi kujtime. Ai shkroi për ditët e para të Partisë Demokratike. Ai shkroi për miqësinë e tij me Berishën. Dhe ai shkroi për momentin kur ajo miqësi u shkatërrua. Në një kapitull që u botua pas vdekjes së tij, ai shkroi: "Unë ende nuk e kuptoj plotësisht se çfarë ndodhi. Unë mendoja se ne ishim vëllezër. Unë mendoja se asgjë nuk mund të na ndante. Por unë gabova. Sepse unë nuk e kuptova se për Salin, pushteti ishte më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Madje më i rëndësishëm se miqësia. Dhe kur ai duhej të zgjidhte midis miqësisë dhe pushtetit, ai zgjodhi pushtetin. Unë nuk mund ta fajsoj plotësisht. Sepse politika është një lojë e ashpër. Por unë mund të them se ai humbi diçka të çmuar. Dhe unë shpresoj se një ditë ai do ta kuptoj këtë." Berisha kur nuk u përgjigj publikisht ndaj këtyre fjalëve. Ai kur nuk foli hapur për ndarjen e tij me Pashkon. Dhe ai kur nuk shprehu pendim për atë që kishte ndodhur. Por ata që e njohin mirë thonë se ai mban një kopje të kujtimeve të Pashkos në bibliotekën e tij. Dhe ata thonë se ndonjëherë në momente private ai flet për Pashkon me një ton që sugjeron se ndoshta, thellë brenda, ai e kupton se humbi diçka të rëndësishme atë ditë në janar të vitit 1992. Por nëse ai vërtet e kupton këtë, ai kur nuk e ka thënë publikisht. Dhe ndoshta ai kur nuk do ta thotë. Kjo është historia e Gramos Pashkos dhe Sali Berishës. Historia e dy burrave që filluan si miq dhe përfunduan si armiq. Historia e një miqësie që u shkatërrua nga ambicia, nga pushteti dhe nga paaftësia për të gjetur një mënyrë për të bashkëjetuar me mosmarrëveshje. Dhe historia e një vendi që humbi diçka të çmuar kur ata u ndan. Sepse kur Pashko u largua, Shqipëria humbi një zë kritik që ajo kishte nevojë. Dhe kur Berisha eliminoi Pashkon, ai filloi një rrugë që në fund do ta çonte edhe atë në humbje. Kjo është një histori tragjike. Por është edhe një histori që duhet të tregohet. Sepse vetëm duke kuptuar të kaluarën, ne mund të shpresojmë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë.